përgjithësi unë nuk është se kam menduar ndonjëherë që ndeshjet fitohen short apo në letër. Ndeshjet dhe kompeticionet fitohen në fush. Ka shpesh raste që mendon që shorti ishte i keq dhe në përfundim të aktivitetit renditesh më mirë dhe anasjellës. Pra ky gjithmonë, domethënë ka një lloj baras peshe sportive të skuadrave, sepse ndahen në vazë si çdo në rregull, që nuk mund të them nëse kishim me fat apo pa fat. Mund të them për një gjë që ishim me fat, që nuk kemi në një skuadër që do të udhtojmë shumë larg. Me më pak fat, sepse në Finland uroj që mos luajmë në nëndor, është goxha temperatura të ulta dhe nuk është mirë për futbollistët. Po gjithsesi është një kompeticion që kemi kohë për ta përgatitur, jam shumë i sigurt që do ta përgatisim mirë dhe do ta luajmë mirë. Dihet si për gjithë shqiptarët dhe për ne sot përqendrimi kryesor janë ndeshjet e play-offit të marsit, të cilët mund na sigurojnë një, le të themi, biletën e fundit për në Kupën e Botës. Dhe më pas do të mendojmë dhe për këtë organizim. Uroj të kemi suksese një herë në mars, uroj që të bëjmë gjithçka mirë me ndeshjet e play-offit dhe pastaj të fillojmë të mendojmë dhe për Nations League, i cili nuk është një kompeticion më pak i rëndësishëm, më shumë i rëndësishëm jo vetëm për renditjen dhe për të shkuar një grup më lart, por është shumë i rëndësishëm sepse nga ky kompeticion mund të sigurojmë dhe një vend për në play-offin e kualifikuese të Europianit. Kështu që do ta bëjmë sa më mirë, do ta përgatisim sa më mirë dhe uroj që të kemi gjithë futbollistët, akoma dhe më shumë edhe të rinj, për ta luajtur sa më mirë këtë kompeticion.